Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar teleshikues, ja kur I takuam sërish në ciklin e emisioneve shpjegimi I 40 haditheve të Imam Nevojut. Me hoxhën e nderuar Imamin Ahmed Kalaja. Mirë se erdha hoxhë nderuar. Mirë se jeta. Hoxhë nderuar, sot do flasim për një hadith I cili me anë të tij mund të ndryshojmë botën. Është pikërisht hadithi e Ebu Sa'id ibn Sinan el-Khudrit radhiyallahu anhu. Nëse ka mundësi, ju lutem, mund ta përmendni tekstin e hadithit dhe më pas vjojmë në shpjegimin e tij. Më pëlqeu fakti që thatë ndryshimin e botës. Faktikisht, si më thënë, bota ndryshon atëherë kur largohet e keqja prej saj, kështu që do të thonë fjala jote qëndron. Ebu Sa'id el-Khudriu radhiyallahu anhu është transmetuesi I këtij hadithi, siç edhe e lançuat ju, një sahabi I cili e kemi kaluar edhe më herët. Ebu Sa'id el-Khudri tregon se I dërguari I Allahut sallallahu alaihi wasallam, bekimet e Zotit qofshin mbi të, ka thënë: cili do prej jush që e sheh një të keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij. Edhe nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshoj me fjalën e tij, me gjuhën e tij, e nëse nuk ka mundësi, atëherë le ta ndryshoj me zemrën e tij. Në një transmetim tjetër thuhet, thjesht për ta plotësuar, se nuk mbetet nga imani I njeriu asgjë nëse nuk e ndryshon edhe me zemrën e tij. Dhe ky hadith njihet tek dietarët le të themi me titullin Fazat e ndryshimit të keqes. O nderuar, a ka ndonjë shkak thënia e këtij hadithi nga profeti Muhammed alayhis salam? Faktikisht nuk është diçka që ka ndodhur në kohën e profetit alayhis salatu wasalam. Faktikisht janë dy ngjarje që kanë ndodhur mbas pejgamberit alayhis salatu wasalam, gjë që janë bërë nxitës të thënies së këtij hadithi. Kanë ndodhur dy ngjarje mbas profetit alayhis salam. Marwan ibn al-Hakem, njëri prej halifeve, nga që njerëzit kur ai mbante hutbën e xumas çoheshin, hutbën e Bajramit çoheshin, sepse dëgjimi I hutbës Bajramit është sunnet, nuk është obligim. Dhe ai çfarë bëri, e ktheu hutbën, ligjërimin e Bajramit para faljes, sepse populli ishte aty do të tipte pikat, le të themi, vjetore ose le të themi këshillimin që ai duhet të jepte, dhe njëkohësisht ato le të themi orientimet e politikave të shtetit. Çohet një djalosh I cili I thot ke bërë diçka që nuk e ka bërë profeti alayhis salatu wasalam, pra e kundërshton, si më thënë, kalifin të parin e muslimanëve në syt popullit, në syt njerëzve. Dhe çohen, le të themi, ata ushtarët apo bodyguardët e tij dhe minjëherë duan ta ndalojnë. Edhe ju thot Ebu Sa'id el-Khudriu, pra ky sahabiu, ju thot: djaloshi e bëri atë që duhet bënte, sepse e kam dëgjuar të dërguarin e Allahut sallallahu alaihi wasallam, I cili ka thënë: kush e sheh për jush një të keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij, e nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshoj me gjuhën e tij, e nëse nuk ka mundësi, le ta ndryshoj me zemrën e tij, dhe s'ka mbas kësaj më as pak besim. Pra me kuptimin besimi është shumë I dobët, siç edhe do ta sqarojmë. Pra nëse njeriu nuk e ndryshon të keqen me zemër, që është minimalja e asaj që duhet bëj njeriu, atëherë çfarë ka mbet te ky njeri, të minimalja e dallimit e ndjeshmërisë, se kjo është e keqe që e idhron Zotin, apo kjo është e mirë që e kënaq të madhin Zot. Po domethënë një ngjarje e ngjashme ka ndodhur prap me Ebu Sa'id el-Khudriun vet, dhe Ebu Sa'id el-Khudriu në këtë rast është çuar vet, ka qenë një moshë shumë të madhe dhe është çuar vet dhe e ka arsyetuar ngritjen e tij para popullit me fjalën e profetit alayhis salatu wasalam: kush e sheh për jush një të keqe, le ta ndryshoj me dorën e tij, e nëse nuk ka mundësi me gjuhën e tij, e nëse nuk ka mundësi me zemrën e tij, e nuk ka më në zemrën e njeriu pikë besimi, nëse nuk e bën as me zemrën e tij. Hoxhë nderuar, pse pikërisht vjen kjo lloj radhitje, pra në fillim me dorën e tij, pastaj me gjuhën e tij dhe më pas me zemrën e tij? Ajo që është shumë e rëndësishme, ne duhet të kuptojmë se një besimtar I mirë nuk mund të pajtohet me të keqen. Kjo është shumë e rëndësishme. Allahu në Kur'an, kur I lavdroi, le të themi, besimtarët musliman, tha se ju jeni më të mirët ndër gjithë njerëzimi, sepse urdhëroni për të mirë, ndaloni nga e keqja dhe besoni Allahun. Besoni Allahun faktikisht është e para. Urdhroni për të mirë, ndaloni nga e keqja është e dyta. Zoti e çoi besimin në Allah
të dytën në renditje. Pse? Për t'i treguar ose për t'na treguar sa e rëndësishme është që njeriu duhet të jetë këshillues, urdhërues për të mirë dhe ndalues nga e keqja. Sepse nëse do të shohim, domethënë të keqen që përhapet dhe nuk e ndalojmë, atëherë ne bëhemi pjesë e të keqes. Quhemi dhe ne tek bota e të keqes, siç tregohet, nuk është se ka transmetim, domethënë, po tregohet se në një vend ishte një njeri shumë adhurues dhe njerëzit bënin vepra të këqija. Dhe Zoti, si më thon, gjykoi që atë popull ta dënonte. Me lajket i thanë, Zot, po aty është dhe një njeri i mirë që adhuron shumë. Tha Zoti, tek ai fillojeni. Tregohet si Israiliat, nuk po them se është hadithi profetit sallallahu alajhi wasallam, por fabula është e saktë me kuptimin që i miri nuk mund të jetë i mirë vetëm për veten e tij, i miri duhet të jetë i mirë rregullues. Për këtë arsye nuk mjafton që njeriu të jetë salih, pra të jetë i mirë, por duhet të jetë muslih, duhet të jetë rregullues dhe, si më thënë, përmirësues për njerëzimin. Për këtë arsye profetët e Zotit kanë qenë njerëz të mirë, njerëzit më të mirë të Zotit, më të zgjedhur Zotit, por kanë qenë edhe rregulluesit e shoqërive. Për këtë arsye Zoti në Kur'an tregoi se disa popull i ka mallkuar vetëm për faktin se kanë lënë këtë detyrë. Lu'ina alladhina kafaru min ahli alkitabi ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam dhalika bima asaw wa kanu ya'tadun kanu la yatanahuna an munkarin fa'aluhu labi'sa ma kanu yaf'alun. U mallkuan në gjuhët e profetëve, unë po përkthej ajetin shkurt, domethënë, ndër të tjera thot sepse nuk e ndryshonin të keqen në mesin e tyre. Për gjërave të bukura që ka ose ishareteve, që sinjaleve që jep Kurani, është historia e të shtunës. Zoti i Madh i ndaloi hebrejt që dëgjojnë për peshk për ditën e shtunë, dhe Zoti i Madh i sprovoi që peshku nuk ju vinte vetëm se ditën e shtunë. Dhe ata bën atë hilen e njohur, domethënë, hapën gropat për ditë xumaje, për ditë premte, dhe peshqit binin në grop duke gëdhir le të themi e shtuna, dhe këto pastaj me të kaluar e shtuna më njëherë fillonin mbledhjen përpara se të vinte rryma tjetër që i pastronte gropat. Dhe Zoti i Madh në Kur'an na tregoi se njerëzit u ndan dy grupe, ata që e bënin të keqen dhe ata të cilët i ndaluan nga kjo e keqe. Ndërkohë që në popull kishte edhe një grup të tretë, ata të cilët heshtën. Si than, a doni ju që domethënë të rregulloni njerëzit apo doni t'i bëni njerëzit? Dhe ata thonë, "Gjo, ne po bëjmë ma'diratan ila rabbina, ne po bëjmë atë që duhet bëjmë dhe të jemi të arsyetuar tek Zoti jon." Dhe Zoti ata të cilët bën lojën, le të themi, apo hilen ndaj Zotit, i ktheu në derra dhe në majmuna. Ata të cilët ishin urdhërues për të mirë dhe ndalues nga e keqja i shpëtoi, dhe thon dietarët heshti, pra nuk foli Zoti për grupin e dytë. Dhe një pjesë e mirë e dietarëve të tefsirit thonë që grupi i dytë ka përfunduar si i pari. Pse? Sepse heshtja ndaj të keqes, miratimi i të keqes është njësoj si kur ta bësh të keqen. Për këtë arsye tha profeti alayhis salatu wassalam, nuk mbetet më në zemrën e njeriu asnjë pikë besimi, pra me kuptimin çfarë imani apo çfarë besimi mbetet tek një njeri i cili, domethënë, e miraton të keqen me zemrën e tij. Minimalja të paktën mos u kënaq me të. Atëherë le të vim tek pyetja që ju thatë. Domethënë, pse kjo formë apo pse kjo mënyrë apo pse ky përshkallëzim profetik? E para ne duhet dimë se Zoti i Madh nuk e ngarkon njeriu jashtë mundësive të tij, dhe mundësitë e njerëzve janë të ndryshme. Për shembull, le të themi ai i cili ka pushtet, fuqia e tij në ndryshimin e të keqes është shumë më decisive dhe e fortë se sa e dikujt i cili nuk ka pushtet. Ai i cili është përgjegjës dhe kujdestar në një familje nuk është si njëri i cili është i jashtëm dhe do të këshillojë brenda asaj familje. Domethënë varet nga pozicioni ose nga dëmi. Ti mund ta kesh pozicionin e mirë, po mund dëmtohesh, atëherë kalon nga një shkallë në një shkallë tjetër në një shkallë tjetër. Pra sheriati, feja merr në konsiderat edhe, si më thon, pasojat e asaj që ne duam të këshillojmë apo duam të urdhërojmë apo duam të ndalojmë. O të nderuar, pse pikërisht thot kush shikon nga ju një të keqe? A mund ndoshta kjo e përjashton dëgjimin e një të keqe apo të dyja janë një lloj? Normalisht që këtu kush e shikon një të keqe nuk është qëllim në vetvete, pra me kuptimin kush informohet mbi një të keqe. Pra qëllimi është i informimit dhe nuk është qëllimi thjesht i shikimit, po përdoret shikimi, domethënë me kuptimin
kush e vërteton, sepse dhe kjo është një prej pikave që njeriu duhet të ketë parasysh. Do të thonë një njeri i cili ndalon një të keqe duhet të plotësojë disa kritere. Një, duhet të jetë ehl, duhet të jetë i aftë për të dalluar që kjo gjë është e keqe apo jo. E dyta, duhet që të sigurohet që kjo e keqe po veprohet, urdhëro hadithi që thotë kush e shikon për jush një të keqe, pra kush sigurohet se kjo e keqe. Dhe e treta, duhet që kur e ndryshon një të keqe, nuk duhet vi si pasojë ndryshimit të kësaj të keqe, një e keqe e barabartë me të apo një e keqe më e madhe. Për këtë arsye vjen ai diskutimi, a mund të ndryshohet një e keqe me një të keqe tjetër. Thonë, nëse ndryshimi një të keqe na sjell një të keqe më të madhe, nuk bën më e ndryshu. Nëse një e keqe ndryshohet, po vjen një e keqe njësoj si ajo, atëherë s'bën më e ndryshu. Nëse ndryshon një të keqe dhe kemi një pasojë prap, po ajo është shumë më pak se sa e keqja e cila është, atëherë lejohet ndryshimi i të keqes me të keqe, por origjina është të ndryshohet e keqja me të mirë. Pra mos të ketë pasoja negative. Mirë, po nëse pasojat negative janë shumë më të lehta se sa vetë e keqja, atëherë për shembull le të themi, ne i ftojmë njerëzit në Islam dhe njerëzit bëjnë x haram, x gjë të ndaluar. Dhe ne po t'i ndalojmë nga kjo e keqje, mund të çojë kjo për shkak se janë të rinj në Islam, për shkak se nuk i njohin fen mirë, mund t'i çojë kjo në një të keqje shumë më të madhe që është dalja nga feja e Zotit. Atëherë nuk ndalohen njerëzit nga kjo e keqje. Për shembull, profeti alayhis salatu wassalam deshi të ndryshojë Ka'ben para vdekjes tij. Po nuk e ndryshoi Ka'ben, përse? Sepse tha, do të thënë meraku. Do të ta ndërtonte ke kufit e Ismailit. Po, unë do ta ndërtoja Ka'ben ashtu siç e ndërtoi babai im Ibrahimi, po meraku apo frika se njerëzit janë të rinj në Islam dhe kjo mund bëhet shkak që ata të dalin nga feja. Pra nuk e ndryshoi Ka'ben profeti alayhis salam dhe Ka'bja që ne kemi sot është Ka'bja e ndërtuar në kohën e pejgamberit alayhis salam kur ai ka qenë moshën 36 vjeçare. Për këtë arsye ka dhe atë rrethin që është rreth e përqark Ka'bes që tregon kufirin e fundit të Ka'bes, ndërkohë që Ibrahimi alayhis salam e ka ndërtuar Ka'ben në formë drejtkëndshi dhe sot Ka'bja është në formë katrori, Ka'bja që ne shohim, domethënë. Pra është ajo pjesa e rrethit është të zgjerohet brenda Ka'bes, po ajo tregon, Ka'bes. si më thon, fundi i rrethit të asaj dhomës që quhet Hijr Ismail, fundi i saj, pra kulminacioni i saj nën kupton fundin e Ka'bes si kufi drejtkëndshi. Pra dua të them një e keqe e madhe, ose le të them një e keqe e ngjashme, pra që mund të çojë, ose për shembull tregohet se po historia e Ibn Taymijes që thuhet që disa ushtar tatar ishin duke pirë, domethënë, edhe kalon ai me nxënësit e tij aty drejti, domethënë, dhe i thonë ato ti ndalojmë nga e keqja se po pinë këta po të jenë esull bën namin dhe kërdin tek ne. Kështu që më mirë në thojë se pra le ta bëjnë këtë të keqe që të shpëtojnë muslimanët prej sherrit të tyre. Nëse pastaj vjen një e keqe le të themi më e vogël, atëherë nuk ka problem sepse ne po largojmë të keqen më të madhe me një të keqe më të vogël. Siç themi ne për shembull, votimet në Islam. Normalisht që ne nuk është se jemi të pajtueshëm 100%. Mirë, po në momentin që duam të bëjmë disa ndryshime në interes të komunitetit, në interes ton si popull, të shoqërisë etj. Dhe kjo vjen nëpërmjet kësaj gjëje, atëherë e ndryshojmë le të themi të keqen e madhe me një të keqe më të vogël e kështu me radhë. Pra, ideja është që ne, domethënë feja e Zotit na orienton tek ndryshimi i të keqes, por duhet kemi parasysh domethënë se çfarë vjen mbas kësaj të keqje. Dhe normalisht duhet tek ajo pika e parë që unë thash duhet të jetë i aftë për t'i dalluar gjërat. Pra, njeriu i cili merret me ndryshimin e të keqes duhet të jetë kompetent në mënyrë që të bëj, le të themi, analizën mes dëmit edhe dobis. Çfarë fitohet edhe çfarë humbet. Se nëse dëmi është më i madh se sa dobia, në momentin që ne urdhërojmë për një të mirë apo ndalojmë nga e keqja, atëherë jepet përparësi dhe ndoshta mund të jetë më e hajrit, më e mirë që të heshtim në një moment caktuar dhe mos ta themi, dhe kjo nuk do të thotë që ne po lajkatosemi, kjo nuk do të thotë që ne po lëpihemi, po thjesht jemi duke marrë le të themi atë që është më e duhura inshallah taala. Për këtë arsye dhe duhet të jetë njeriu kompetent, domethënë e para duhet të jetë i aftë, e dyta duhet ta di që me të vërtetë kjo gjë është e keqe, e treta duhet që të sigurohet që personi në fjalë
e ka bërë këtë të keqe apo po e bën këtë të keqe, e katërta duhet patjetër të bëj analizën e duhur se çfarë mund të ndodhë mbas kësaj, mbas ndalimit të kësaj të keqe. Ose rrjedhoja. Po. Hoxhë nderuar, ekskluziviteti i ndryshimit me dorë është e kushtozuar vetëm tek udhëheci i shtetit, kryetësori ose burri i familjes, apo është kjo në përgjithësi për të gjithë njerëzit? Ndryshimi me dorë nënkupton ndryshimin me forcë. Pra, kur themi me dorë, nënkupton forcën, se nuk është kusht patjetër ai të përdori dorën e tij, por nënkupton dorën, nëse bëhet fjalë në wilajat khase, në përgjegjësitë e kufizuara, siç është rasti i prindit në shtëpi, siç është rasti i drejtorit në shkollë, siç është rasti le të themi i përgjegjësit në një punë, i brigadirit në një skuadër pune e kështu me radhë. Kështu që kjo varet nga pozicioni që ka. Pra, forca ose pushteti ose fuqia ose dora funksionon atëherë kur njeriu është le të themi në një përgjegjësi të caktuar apo në një pozicion të caktuar, sepse nëse njeriu nuk është i tillë, atëherë dëmi dhe e keqja që vjen nga ndryshimi me dorë apo me forcë mund të jetë shumë më i madh se sa dobia. Pse? Sepse ai tjetri mund ta marrë për ofendim, edhe mund ta marrë në personale ndryshimin e të keqes me dorë dhe pastaj nuk ka dyshim që e keqja që vjen mbas kësaj është shumë më e madhe se sa e keqja që po veprohet. Hoxhë nderuar, hadithi na tregon ne për një marrëdhënie të besimtarit me të keqen, për mënyrën se si ta ndryshojë të keqja. Po njëkohësisht profeti alayhis salam ka përmend që shoqëria si shembulli një anije. Shembulli i atij hadithit flet për ndryshimin e keq. Mund ta sqaroni këtë hadith lutem? Faktikisht ai konsiderohet gjithashtu për haditheve interesante në këtë kapitull dhe zakonisht përmendet. Pse? Sepse ai tregon se mos ndryshimi i të keqes shkatron gjithë shoqërinë. Në një hadith, profeti alayhis salam tregon nënave të besimtarëve mbi ndodhit e fundit të botës dhe tregoi se si do të shkatrohet bota. Dhe tha ajo nëna e besimtarëve, ta o pejgamberi i Zotit, si ka mundësi të shkatrohet bota, ndërkohë që ka njerëz të mirë që adhurojnë Zotin. I dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam tha, "Na'am, idha kathura al-khabath." Po tha, nëse mund e keqja dhe zotëron e keqja. Edhe hadithi anijes konsiderohet prej mrekullive profetike, prej perlave profetike, i cili thot shembulli i njerëzve dhe shembulli i atyre që duan të ndryshojnë të keqen, duan të udhëzojnë njerëzit për të mirë, është si shembulli llogaritë thot sikur një shoqëri të caktuar apo popull gjithë botën, njerëzit ti kesh vendosur në një anije. Dhe njerëzit janë ndarë sipas kateve që ka anija dhe disa njerëz ju ka qelluar që të jetojnë mbi kuverdën e anijes, mbi pjesën lart. Dhe njerëzit e tjerë janë, le të themi, tek pjesët poshtë. Thot, ata që janë në fund fare, sa herë që ju duhet ujë apo diçka, ju duhet që të kalojnë gjitha katët derisa të shkojnë lart, pastaj të marrin ujë dhe ta përdorin, le të themi, për nevojat e tyre. Nëse një ditë ata që janë poshtë thonë, po lodhemi dhe po i lodhim dhe ata që janë mbi ne. Le ta hapim një vrim këtu, pra poshtë, edhe ta përdorim që mos të lodhemi dhe mos të i lodhim ata. Pejgamberi alayhis salam çfarë tha? Nëse të tjerët do t'i linin ata që të hapin një vrim atje poshtë, do të mbyteshin ata, po faktikisht do të mbyteshe gjithë anija. Pra ky është kuptimi. Njeriu nuk mund të miratojë të keqen, njeriu nuk mund ta lejojë të keqen. Normalisht kjo është pastaj sipas mundësisë, sepse Zoti thotë në Kur'an, Allahu nuk e ngarkon njeriu te mundësive që ka. Domethënë, jeti në një lloj situate që ndoshta edhe nuk e ndryshon dot të keqen për shumë shkaqe dhe arsye. Atëherë vim tek ndryshimi i të keqes me gjuhë, të paktën thuaj që kjo është e keqe, kjo i dhron Zotin, kjo sepse do të thuash ti po çfarë bën fjala jote në këtë rast? Po fjala jote bën atë që dikush mund të bëhet pjesë e le të themi kësaj lëvizje, mund bashkangjitet dhe mund bëhet një forcë me të vërtetë goxha e mirë pozitive në ndryshimin e të keqes. Për shembull siç janë sot peticionet. Dhe unë dua të kujtoj për shembull si rast, le të themi, Skama Turp, ky peticion është shumë interesant, i cili do të ndryshojë një të keqe, e cila është le të themi zhveshja e
ekstravagante dhe dhunimi, le të themi, psikologjik i të rinjve për t'i çuar drejt një bote e cila nuk ka të bëjë me botën reale dhe drejt një bote të shfrenuar thjesht për të rritur klikimet apo për interesat atyre që menaxhojnë të tilla emisione. Ai zotëria që e ka nisur vlla Fabi, le të themi, ai nuk është se kishte diçka në dorë përveç se fjalës. Dhe këtë fjalë e ktheu në letër dhe në peticion. Dhe në momentin që plotësohet një shifër e caktuar, njerëzit cilët le të themi votojnë, cilët e firmosin, atëherë ajo kthehet në forcë. Unë po ndryshohet, domethënë po nis ndryshimi të keqes nga një fjalë në një forcë. Sepse domethënë ligji e orienton një gjë të tillë, dhe kjo është një gjë shumë interesante që mund përfitohet për çdo të keqe që ekziston në shoqëri. O të nderuar, hadithi flet për ndryshim së keqes. A është ky ndryshim së keqes në kuptimin individual, pra secili duhet ta bëjë vetë, apo edhe në kuptimin organizativ që shoqëria mlidhet, krijon një lloj strukture, qoftë për shembull siç është rasti i asaj motës, siç është rasti i asaj motës muslimane e cila u ndalua për të dhënë mësim me Shami. Atëherë mlidhet një grup juristësh musliman dhe e hudhin këtë në gjykatë kushtetuese për ta ndaluar si akt ose si vendim administrativ. Ose kur shumë prej muslimanëve mlidhen dhe krijojnë një lloj fryme për ndryshimin e së keqes, qoftë edhe me një platformë, qoftë edhe me një aksion, qoftë ky politik, qoftë ky i shoqërisë civile, apo është thjesht individual që secili me aq sa ka mundësitë e veta. Ajo funksionon në të dyja le të themi zhanrat, edhe në rrafshin individual. Pra hadithi kur e përmendi kush sheh për jush nuk kishte për qëllim thjesht personin, po ka për qëllim në çdo lloj forme dhe mënyre, pra nuk është për qëllim individualisht të punohet, sa është për qëllim të realizohet, të shkohet tek rezultati. Pra mund të jetë nëpërmjet organizimeve, mund të jetë nëpërmjet një institucioni i cili funksionon siç ndodh për shembull në botën islame në disa raste, ka pas institucione speciale të cilat quhen në urdhër për të mirë dhe ndalimin nga e keqja. Kjo mund bëhet në rrafsh imamësh, kjo mund bëhet në rrafsh intelektualësh, kjo mund bëhet në rast juristësh, siç ishte rasti që ju përmendët, domethënë nuk përjashton hadithi ose fjala e profetit alayhis salam, cili do për jush që sheh, nuk nënkupton që patjetër duhet të jetë cili do person, po cili do përfshin, domethënë edhe grupet e interesit. Kështu që nuk përkundrazi, domethënë gjithmonë ne themi yedullahi ma'al jamaa. Dora e Zotit është kur njerëzit janë të mbledhur bashkë. Pra ndihma e tij, fuqia e tij, suksesi i të madhit Zot vjen atëherë kur njerëzit janë bashkë. Dhe sa më shumë bëhemi bashkë, aq më shumë është dhe mirësia e Zotit, si puna e namazit me xhamat. Ne falemi gjithë secilin vete, dhe kjo është gjë e mirë, por kur falesh me xhamat, shpërblimi është shumë më i madh. E njëjta gjë funksionon edhe tek ndryshimi i të keqes apo tek urdhër për të mirë. Kështu që nuk ka asnjë lloj le të themi përplasje mes faktit se a duhet të jetë në vetë apo duhet të jetë kolektive. Nëse arrin që të bëhet ndryshimi i të keqes në mënyrë kolektive, padyshim që efekti është më i madh dhe se kolektivi faktikisht funksionon. Po, absolutisht po. Allah ta shpërbleft hoc. Amin edhe ju. Të nderuar të shikues, i shkëputemi për pak minuta dhe i takojmë sërish në pjesën e dytë të emisionit tonë. Ja ku i takuam të nderuar të shikues në pjesën e dytë të emisionit, hoxhë nderuar, ishim tek pjesa e hadithit ndryshimit së keqes me dorë. Ndodh në raste të ndryshme që një musliman mund të nxitohet. Pra, ju e përmendet pak a shumë disa rregulla në lidhje me ndryshimin të keqes së dorës, sikur është rasti i fuqisë, i kompetencës, por kthehemi pak në realitetin shqiptar që dikush për shembull mund të dëshiron ta ndryshojë gruan e tij me dhunë. Ose përdor dorë. Gruan me dhunë me çfarë kuptimi? Përdor të rrafur, pra rreth gruan e tij për ta ndryshuar atë. Pra mund t'i bëjë padrejtësi gruas, mund t'i bëjë padrejtësi vllajt, mund t'i bëjë padrejtësi komshiut.
ai për shembull mundohet ose ka disa bindje edhe ekstreme të cilat mendojnë që me anë të këtyre bindjeve ai mund ndryshojë botën duke përdorur forma të cilat bin kundërshtim me fjalën që ju përmendëm më parë që do të jetë kompetent, do të jetë njeri i cili bën ekuilibrimin ose peshorën e ngjarjeve dhe dodhive. Çfarë është komenti juaj për tipa të tillë? Domethënë ne patjetër që do të hasim në shoqërinë tonë islame, në bashkësinë tonë islame, edhe njerëz të tillë, të cilët le të themi nuk i kuptojnë mirë termat, nuk e kanë kuptuar ashtu siç duhet situatën, me dëshirën e mirë për të ndryshuar te kalojnë edhe caqet dhe kufit që Zoti ka vendosur. Ne kemi le të themi atë parimin kuranor që Zoti thotë Kur'an la ikraha fi din, nuk bëhet me dhunë, sepse është çështje bindje. Domethënë dhuna është e refuzuar, domethënë nuk mund shkoj njeriu në dhunë, domethënë nuk mund të arsyetojë njeriu dhunën, sidomos kur bëhet fjalë se ai do të ndryshojë një të keqe tek familja e tij. Nuk bëhet fjalë që gjërat ndryshojnë me dhunë, por ka me dhjetra metoda të tjera se si njeriu mund ta ndryshojë të keqen, siç është le të themi forma e sanksioneve, duke përdorur sanksione, duke përdorur zgjuarsinë, duke përdorur fjalën. A tha pejgamberi alayhis salatu wasalam fjala, përdorimi i mirë i fjalës, elekuenca në të shprehur është një lloj magjie, siç ndikon magjia tek njeriu, ndikon dhe fjala. Pra ne duhet të rrimë më shumë, duhet të flasim, duhet të komunikojmë, duhet të trajtojmë gjërat së bashku dhe nuk duhet të shohim gjërat nga lart poshtë, po duhet të shohim gjërat le të themi me synin e dashamirësisë, ashtu siç Allahu xhelalu porosit në Kur'an. Kështu që raste të tilla ose rasteve të tilla sporadike ne nuk i shpëtojmë dot, sepse njerëzit janë kultura dhe kapacitetet dhe vijnë nga le të themi nga mentalitetet ndryshme, nuk i shpëtojmë dot. Por ne duhet kemi këtë fryma e ndryshimit të keqes në formën më të mirë të mundshme, duke mbatur edhe pasojat që vijnë mbas kësaj. Gjëja tjetër që ju e cekët është le të themi bindja e disa njerëzve se ata mund të ndryshojnë botën dhe ata tek ata referohet dhe rrotullohet globi e si pasojë ju duket që ata do të ndryshojnë gjithçka dhe se po s'qen ata, domethënë bota do të shuhet apo kiameti do të bëhet. Normalisht që edhe unë këtë, domethënë ja dedikoj mungesës nivelit, mungesës kulturës. Më shumë se sa edhe mungesës së diturisë dhe pjekurisë. Ndryshimit botës, se ne e thamë dhe në fillim të emisionit tonë për ndryshimin e botës, është forma që këto përdorin. Pra, forma jo e duhur, jo e përshtatshme, jo adekuate për ndryshimin e së keqes. Në momentin që njeriu e sheh veten sikur ai është shpëtimtari, ky është problem shumë i madh. Për këtë arsye Zoti i Madh na ka vendosur në një vend të caktuar, në një kohë të caktuar, në një shoqëri të caktuar. Dhe ndryshimi i vërtet i të keqes fillon me veten tonë. Ne duhet ndryshojmë parët, ç'është e mirë ta bëjmë, ç'është e keqe ta largojmë, pastaj rrath me familjen, me fëmijët, me bashkëshortën, pastaj me gjakun tonë, me farepisin tonë, me njerëz dhe kështu me radhë. Kështu që domethënë ne mos kërkojmë të ndryshojmë botën sa hapëm mbyll syt. Po ne mund ta ndryshojmë me lutjet tona, me duat tona, mund ta ndryshojmë duke u bërë pjesë le të themi e organizimeve e lëvizjeve të cilat janë të dobishme dhe të cilat janë larguese apo si më thon mohuese të keqes, domethënë gjërat vijnë gradualisht. Profeti alayhis salam, megjithëse kishte ardhur për ndryshimin e botës, po nuk e ndryshoi botën në një ditë natë, as nuk e ndryshoi botën në një vit, as nuk e ndryshoi në 10 vjet, as nuk e ndryshoi në 23 vjet profeci. Ai u mor me popullin e tij, i edukoi, i kaliti, i rriti fort në iman dhe në besim, dhe nxënësit e tij arritën në Kipro, nxënësit e tij arritën në Indi, nxënësit e tij arritën në Azerbajxhan, nxënësit e tij arritën në Marok. Nxënësit e tij kanë qenë ata që erdhën le të themi në Kipro dhe në Sicili. Nxënësit e tij, pra nuk bëhet fjalë për brezin e tretë apo të katërt, nxënësit e tij, gjë që tregon se ka shumë nevojë një kalitje e mirë në iman dhe në besim dhe gjërat pastaj vijnë gradualisht. Hoxhë nderuar, ju sapo shpjeguat, domethënë ndryshimin e të keqes dhe mënyrat të cilat duhet të jenë adekuate. Por në lidhje me këshillën, kur bëhet ndryshimi me fjalë,
A duhet të jetë kjo publike, a duhet të jetë kjo në mënyrë të fshehtë që mos e cysim atë tjetrin ose mos ja cënojnë personalitetin e tij ose mos e ngacmojnë tek egoja, sepse disa njerëz për shkak të egos e kanë shumë vështirë ndryshojnë të keqen. Ti i thu për shkak lëre këtë gjë, ai për inat, për inerci, për shkak të egos së tij nuk e lën atë më pas. Pra, a duhet të jetë publike, si duhet të jetë këshilla, a duhet të jetë e butë apo duhet të jetë e ashpër? Pra, normalisht që është një kapitull i veçantë në Islam që quhet mënyra e këshillimit, që do të thotë njeriu do të zgjidhë kohën, do të zgjidhë momentin, do të zgjidhë mënyrën e kështu me radhë. Dhe normalisht domethënë këshillimin publik, ndryshimi i të keqes në publik mund të japi pasoja më të rënda, për këtë arsye ne tham, personi duhet të di pasojat që mund të vinë nga ndryshimi i të keqes të caktuar. Pra, nëse ndryshimi i të keqes mua më çon në ruajtjen e të keqes, në stabilizimin e të keqes, në le të themi në fanatizmin mbi të keqen vetëm për faktin pse ju than publik etj është gjë tjetër pastaj. Domethënë për këtë arsye njeriu që e bën duhet të jetë shumë kompetent në mënyrën se si e mat situatën dhe e peshon situatën. Kjo është shumë e rëndësishme domethënë. Por origjina është që ne gjërat i bëjmë, le të themi, në mënyrë sa më private, në mënyrë sa më të fshehtë dhe jo sepse qëllimi është të ndryshojmë të keqen dhe jo të tregojmë veten që ne e dimë që kjo gjë është e keqe dhe ta injorojmë tjetrën apo ta ulim tjetrën sepse po e bën një të keqe. Pa nuk është tregues. Nëse keqja është publike, a mund ta bëjë edhe në kritikën publike? Nëse është diçka që me të vërtetë ka marrë dhen, është bërë, le të themi, është bërë masive, është bërë si diçka normale, po mund të bëhet gjithmonë nëse dëmi nuk është më i madh. Gjithmonë në çdo lloj situate ne duhet masim, domethënë dhe duhet peshojmë çfarë pasojash na sjell ndryshimi i të keqes. Ose ndërruar për ta përshtatur pak në realitetin, do të ndonjëherë që ndonjë media sociale ose ndonjë artikull i ndonjë faqe të ndryshme mund t'i ngacmojë muslimanë në një pikë të ndryshme dhe gjithë vëmendja e muslimanëve ose ndonjë person publik, gjithë vëmendja e muslimanëve shkon ke ky person. A nuk do ishte më mirë për shembull që muslimanët ta neglizhonin të rast për të marrë me diçka më pozitive? Unë mendoj që dikush këtij njeriu duhet i përgjigjet, po jo vëmendja e gjithëve sepse pastaj ky njeri fillon edhe si më thon viktimizohet dhe kthehet në hero të kauzës së gabuar. Pra nganjëherë domethënë njerëz pas një lloj vlere në shoqërinë tonë, mënyra se si kanë reaguar le të themi shoqëria islame ose bashkësia islame i ka bërë këta njerëz të jenë dikushi, t'ju shiten librat e kështu me radhë, ndërkohë që po t'ishin lënë nuk do të ishte marrë kush me ta. Dhe nganjëherë domethënë mënyra më e mirë për këtë arsye duhet peshorja, për këtë arsye duhet kandari në këtë çështje. Për këtë arsye nganjëherë prej formave të luftimit të keqes është që ta lësh. Siç i laj ata të flejnë gjumë apo të vazhdonin aty ku ishin, sepse po të kthjelloheshin dhe të ishin esëll, do të bëheshin edhe më të këqij edhe më të dëmshëm. Kështu që nganjëherë për këtë arsye duhet kapaciteti le të themi fetar, duhet kapaciteti i eksperiencës në jetë, i përvojës në jetë, pra nuk mjafton le të themi një dije fetare që të ndryshojmë një të keqe, duhen shumë gjëra dhënë le të themi në kandar, të peshohen dhe pa të mbahet qëndrimi apo të mos mbahet qëndrimi. Nganjëherë, prej formave të ndryshimit të keqes është që mos më fol fare për atë të keqe. Edhe me lënë atë ajo, unë do të jap një shembull, për shembull, prej librave më të shitur në botë është libri Vargjet satanike në botë. Dhe prej librave më të pashitur në Shqipëri, që si ka kushtuar askush rëndësi, është libri Vargjet satanike. Pse se s'është marrë kush më të, sepse është lënë mbas dore, ndërkohë që disa libra të tjerë janë librat më të shitur sepse janë marrë muslimanët më të. Hoxhë nderuar, jemi pikërisht tek ndryshimi se kemi me zemrën e besimtarit, pra kur ai shikon një të keqe duhet ta ndryshojë me zemrën. Mirë, në kuptimin literal, shumë për besimtarë nuk e kuptojnë si ta ndryshojnë të keqe me zemrën. Domethënë, ne jemi të pakënaqur me këtë që po ndodh dhe e dim që kjo që po ndodh është diçka që hidhron Zotin dhe dërguarin e tij, Muhamedit alayhis salatu wassalam. Unë kam pa një transmetim ose një shpjegim të Imam Nevaviut që thotë besimtari duhet ta urrejë të keqen. Pra, ky është kuptimi, po. Kërë një lloj, si ta them, një lloj ndarse midis veprimit dhe zemrës së tij të jetë urrëtia, ajo e cila nuk e çon besimtarin tek veprimi është urrëtia, pra e mban larg.
siç është rasti i atyre hadithit me delet që nuk i afron delet deri te kufiri. Deri te kufiri. Dhe urrejtja e mën besimtarin larg së keqes. A duhet besimtari ta urrejë të keqen? Dhe si është grada e kësaj urrejtje? Duhet të urrejë veprën apo duhet të urrejë personin? Ne urrejmë të keqen kudo që ndodhet dhe me cilin do që ajo vepron. Kështu që, domethënë, kjo ndarja mes të keqes dhe personit është njësoj si ai që tha, kjo është një ndarje e palogjikshme. Pra është njësoj si kur thua ti, unë largohem nga njëri që ka një smundje, unë e urrej një smundje ngjitse, po i afrohem atij personit që e ka smundjen ngjitse, sepse njeriu është njeri. Po ç'lidhje ka në momentin që ka smundjen, ne distancohemi prej tij. Pra, prej dashurisë ndonjëherë ndaj personit është që ne të distancohemi prej tij. Kështu që kur flasim në këtë kuptim, nuk kupton që ne jemi, domethënë, prej atyre njerëzve të cilët jemi të pakënaqur ndaj veprës si koncept abstrakt, sepse kur themi ne për shembull, alkooli, pirja e alkoolit është një koncept i cili mund zbatohet në një situatë caktuar nga një person i caktuar, por nga një shoqëri e caktuar. Idhujtaria, shirku, është abstrakt si koncept, po mund zbatohet nga njerëz. Terrorizmi është si koncept abstrakt, mirë po mund zbatohet nga njerëz apo nga individ. Kështu që ne e urrejmë, le të themi, konceptin, po edhe urrejmë atë në momentin që zbatohet kjo gjë nga kushdo që zbatohet. Nëse kur thuash, pra le të themi ka një lloj tejkalimin këtë, urrejmë mëkatin, jo mëkatarin. Pra kjo nuk funksionon në gjitha situatat. Pra me kuptimin nuk mund të funksionojë kështu në gjitha situatat, sepse njëri i cili ka vrarë, ti ja urren atë njeriu që ka vrarë, normalisht që po, pa ai njeriu është. Në mos gaboj vjen dhe hadithi me Xhibril alayhis salam kur Allahu e doi personin, thot Xhibrili duhej këtë, dhe kur Allahu e urren një person, i thot Xhibrili urrej këtë dhe urren dhe njerëzit. Pra rasti këtu flet për urrëtin e personit. Po, pra nuk mund, domethënë ajo shprehja që urre mëkatin, po mos urre mëkatarin, domethënë është një shprehje interesante, le të themi elokuente, e bukur për të thënë, po nuk është se funksionon kështu. Nuk është e përgjithshme, është e posaçme. Nuk është e përgjithshme dhe nuk mund të jetë njësoj për çdo lloj mëkati dhe për çdo lloj gjunahu. Por mos urrejtja e së keqes. Profeti alayhis salam e shpjegoi si ajo dobësia më e vogël e besimit, ose sigurisht fundi i besimit. Walaysa wara dhalika min habati khardal min iman. Si më thon, mas sa s'ka më iman, pra me kuptimin çfarë mbetet, jo se ka dalë njeriu prej feje. Allahu të shpëlbeft për shpjegimet e bukura dhe në emisionin e sotëm. Allahu të nderoftë edhe ty. Të nderuar televizionistë, ishim me hoxhën e nderuar Imam Ahmed Kalaja. Ritakohemi sërish në emisionin e ardhshëm. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.